Përshëndetje, mirë se erdha në kanalin ton dhe në rubrikën Dollar Cost Average ose DCA në Bitcoin. Si që dini, unë çdo javë jam duke praktikuar strategjin Dollar Cost Average ose DCA në Bitcoin. Blerjet si çdo herë për momentin jam duke I bërë në MXC për shkak se kam 0 provizion në blerje dhe shitje. Nëse ende s'keni MXC, linkun e keni ndër video, mundeni më regjistru dhe ju do të përfitoni 0 provizion shitje dhe blerje. Po shkojmë në MXC dhe mundeni me po këtu që une I kam bërë gati buxhetin për të investuar për sot dhe momentalisht I kam, do me thonë, kjo është java e tretë dhe për di javë që kem investuar momentalisht kena $125. Dhe këtu do të shkojmë në MXC dhe do të shkojmë në trade. Kur do të shkojmë në trade, do të shkojmë në trade Bitcoin USDT ose USDC. Se disa shtete në Evropë e kanë hekur USDT dhe do të bleni me USDC. Nuk ka ndaj dallim të madh. Dhe këtu e kena book order. Book order është kjo me të kuqe, është të gjitha ato persona që janë duke shitur Bitcoinin për momentin, ndërsa kjo me të gjelbërt është të gjitha ato persona që janë duke bler Bitcoinin për momentin. Dhe këtu do të shkruajmë $60. Do të shkojmë në buy dhe do të shohim se orderi jon ka kaluar. Dhe vlera e blerës së Bitcoinit është $60. Do të shkojmë këtu në order history dhe do të shohim se çmimi I Bitcoinit kur është bërë blerja është $84,298 dhe ne kena bler Bitcoin në vlerë për $60. Do me thonë ne kena bler një sasi të vogël të Bitcoin 0.00017 Bitcoina dhe sot e kena bërë blerën e Bitcoinit. Këtë strategji unë do të vazhdoj për 50 javë. Çdo javë do të bëj blerën e Bitcoinit në $60 pavarësisht çmimit dhe mas 50 javëve do të shohim se a kena dalë në fitim, humbje ose çka ka ndodhur me strategjin Dollar Cost Average në Bitcoin. Nëse ju pëlqen kjo videoja, mujnë më në përkro me një like për algoritmin e YouTube-it, normalisht është falas dhe mos harroni të bëni subscribe të chaneli jon. Faleminderit dhe mirupafshim te videon e radhës.